ishte vdekur. Tani, e përmendet disa herë burgun. E kujton herën e parë kur rinë burg, natën e parë, si ishte të mbyllësh në burg, të privohesh nga liria, si e përjetove? Herën e parë në Burgos, 18 vjeçar. 18 vjeçar. Edhe një shoku imi i mirë, Ibrahim Gashi, tash i ndjerë, mas Burgosa dhe mdemaqet në 300 burra dhe gra. Plot gra qika kena pas 64-ën. Në mes të ty në ka qenë Elhome Shala, Shtazia Gërguri, Emin Rakovica, e plot të tjera, Dhe ne në kishme, qka me? Thëshmë aksion. Aksion me ngrift e mërë komtar edhe me shu parollë. Kjo është aksioni. Duhet kryet kretë Kosovën prej 10 dhe në 10 natën. Su kry, u duke me lanë. Shkom si shku me tren me mikun tem, tash të ndjerën Ibrahim Gashën, edhe shumë, mu më shënë të vizatimi shumë. Unë në vetë me shu parollat, a miku i më në gjithë në shtyllën më të naltë, me në gjithë flamurën. Ku? Në Vushtri. Vushtri. Vushtri, natën. Kur në gjithë në kryet atje, ishtë një dritë. Edhe pak ju ka do që kanë gjithë flamurën në majet atje, në doshë me në gjithë që mos me pas nësër mundësi me hek policia. Me lo pak, me pa njerëzit. Se ku ka flamurë, ka liri, ka lirije. Tërke ka flamurën po e puth. Do të me djeqarë. Dere sa zbriti, unë i shuva 2 parolla. Parollën e parë, duhem liri. Qka do të kur s'ki liri? Se parolla do të shkrueshin të shkurta. Duhem liri, edhe me godit. E dyta, rënof Shqipnia. Po me thonë vetë, po ka dalë mërë. Nga të erdi kjo rrofë Shqipnia? Po jo mërë se kom bëhat parollë, ma ka thonë Ilmira Kovica, pasarë se i edhem dhe maqet. Po qa kom ditë qa Shqipnia 18 gjeqë? Unë vonë e kom marrë vesh, sot pas Shqipni s'ka Kosovë. As ka pas dje, as mund të ketë. Shqipnia është bazamenti i shqiptarisë. Prandaj, na e në frymëzu me Shqipërinë. Prandaj, kjo parollë rënofë... Kjo është momenti që ratë për hetë pa në burg, ju në zunë, apo... Jo. U zbulum. U zbulut. Njëherë, tash me 4 shokë tjerë, i zbulum, e qëtëm 40 flamojnë Prishtinë, natën. 40. Disa kishtë që vlajem Sabriu, 100, tash Elhome Shala, një princes, një bukuroshe, një motër medicinale, antare shoqatës tonë, e cila, vend në botë që ishë, i kështë në 22-3 vjeqë, aje merë rogën e merë pëlhur me qenë flamoj. Merëmen, qëfar idealizmi. Dhe tash, na për Vushtrës, në Prishtinë kom, natën. Ka 18 vjeqë, natën, si shte letë. Dhe tash, kur u burgosëm, kur e ngritëm flamojt, i qitëm në për dyrët e aty në që ishtë në për burgjë. E ishim plot. Ishtë mas pare, adem dhe maqe. Ati bre qitëm 2 shtyllat e dyrëve kryesore, 2 flamoj. Familjen tonë, për Sabriu që ishë në burg, të Fiksahitit, Ahmet Haxhiut, e ku jo, Gjafer Mamogjikut, e plot të djelë. Veç e Prishtinë ishën bitë 30 burgosur. Po, ylli, princi, ishë adem dhe maqe. Dhe kërë qitëm 2 flamoj, e thëmë këti miku tim, pse Ibrahim 2 flamoj, se s'kemi shumë. Në të dhe Serbia dhe Udba, nëse adem dhe maqe ishte një herë, lideri unë para burgosës, tash është 2 herë. 2 herë. Çfarë simboliki. Po mjep fakte, rëfime, po... Do të futëm brenda për brenda qelis, ndjesis tonë dhe si e përjetove në qelit burgut. Ajo, si është tjesh i burgosur si 18 vjeqar dhe si ishte, si e përjetove ti një periud kur ke qenë i vetëm, vetëmi në burg? Jo, s'kom qenë vetëm. Jo, vetëm kom Në vetëmi i mbyllur në qeli, se normal ke pas shok. Unë vetë nuk kom ne, veç 26 mujnë për qeli e fikal vetën. 26 mujnë. Ata që beson Zotit, veç me Zotin. Si përjetohet kjo? Nuk spjegohet. Si te kalohet? Nuk spjegohet. Nuk komentohet.